Këtë të premte në njësinë administrative Novosel, dalja e lumit Vjos nga shtrati ka përmbytur të tjera banesa në zonë. Sipas informacioneve, numri shtëpive të përmbytura ka shkuar në 14, të cilat janë kryesisht në fshatrat e kësaj njësie, si Bishan, Mifol, Fitore, por edhe vetë qendrën e njësisë administrative. Mes përmbytjeve është edhe një biznes në zonën e Fitores, në një hapësirë ku uji i lumit Vjos ka gjetur çarje në argjinatur, duke shkuar drejt biznesit që njëkohësisht aty jetojnë edhe administratorët e tij. Ndërkohë, sipas informacioneve, në orët e para të mëngjesit të së premtes, kuota e Vjosës është fiksuar në 8.1 metër, duke qëndruar në të njëjtin nivel për shumë orë, ndërsa orët e paraditet të ditës së premte kanë sjellë një tjetër ulje të nivelit, duke arritur në 7.9 metra. Tendencat e nivelit të Vjosës janë në ulje, kjo dhe për shkak se prurjet të cilat vijnë nga Greqia, por edhe nga Përmeti dhe Memaliaj, kanë pësuar një ulje të ndjeshme, çka mund të reflektohet edhe në orët në vazhdim në Vjos. Fatmirësisht, nuk ka intensitet të lartë e erës, çka mund të shkaktojë pengesje uji i lumit të kulloj lirshëm në detin Adriatik. Në zonë përgjatë kësaj të premteje, ka vazhduar ndërkohë puna për fortifikimin e argjinaturës së urës, efektiv të ushtrisë, Ministria e Mbrojtjes, Mbrojtja Civile dhe Shtabi i Emergjencave të Bashkisë së Florës po punojnë përgjatë gjithë kohës për mbushjen e argjinaturës me gur, për të ngritur nivelin e saj. Gjithashtu në banesat apo bizneset që ka prezencë uji janë funksionale edhe pompat e ushtrisë për largimin e ujit në atë territori. Situata ndërkohë po monitorohet përgjatë gjithë kohës me dron në pjesë të ndryshme të gjatësisë së Vjosës për të parë prurjet e lumit, të cilat vijnë kryesisht jashtë qarkut të Florës. Qendra e lëvizshme e monitorimit prej ditësh është vendosur në Novosel dhe kryen vëzhgimin e rrjedhës së lumit, ndërkohë që niveli i lumit ka kapur bazamentin e urës së vjetër të Mifolit. Prej ditës së njëjte, por edhe në këtë të premte, niveli është ulur ndjeshëm, por situata vazhdon të jetë kritike, për shkak se prurjet janë në monitorim të vazhdueshëm dhe asnjëherë nuk i dihet. Ndërkohë tendenca është në ulje edhe në Përmet dhe Memaliaj. Nëse nuk do të ketë rreshje në këto zona, por edhe në Greqi, kjo ulje pritet të reflektohet edhe në Novosel, ku pritet të kemi në orët në vazhdim një tjetër ulje të nivelit të Vjosës.